Flamurtari bën detyrën teksa fitoi në shtëpi me Erzenin. Vlonjatët u vendosën jo pak në vështirësi nga kundërshtari, që edhe pse tashmë është i rënë nga kategoria e parë, luajti në mënyrë dinjitoze. Ndeshja u luajt në një stadium të boshatisur për shkak se disiplina në Federatën Shqiptare të Futbollit dënoi Flamurtarin me 2 ndeshje pa tifoz pas ngjarjeve të ndodhura javën e shkuar në Vlorë në takimin me Besën. Pjesa e parë e takimit Flamurtari Erzeni është dominuar krejtësisht nga vlonjatët me raste, por që ka munguar finalizimi. Shifra do të zhbllokoheshin në minutën e 25, teksa sulmuesi Oshafi do të kalonte në avantazh Kuqezind. Vlonjatët nuk pajtohen me këtë rezultat, për shkak se nuk ishte as pak i sigurt për vendasit që duhet ta fitonin me patjetër këtë duel. Pavarësisht se kanë tentuar të shkojnë drejt portës së Erzenit, futbollistët e Flamurtarit do ta kishin të vështirë, për shkak se miqt mbrohen mjaft mirë. Pjesa e parë do të mbyllej me rezultatin minimal 1-0 për Kuqezind. Në pjesën e dytë skuadrat do të nisnin këtë fraksion loje me të njëjtat formacione, por vlonjatët do të shtangeshin me presionin dhe vështirësinë që po u vinte nga kundërshtari. Erzeni është shfaqur shumë i rrezikshëm dhe në kërkim të barazimit, por vlonjatët do të shpëtonin fal një gabimi të miqve dhe do të ishte Batha në minutën e 85 që do të shënonte golin e sigurisë. Tek Flamurtari kthehet qetësia, ndërsa do të kishin edhe disa mundësi të tjera deri në fund, por pa i konkretizuar dot. Pas ndeshjes, trajneri Flamurtarit Artim Pollozhani për televizionin 6+1 Vlora deklaroi se ishte i kënaqur nga fitoria dhe se në këtë pikë ku ka mbritur kampionati, më shumë rëndësi kanë pikët se sa loja. Po, patjetër që ishte një ndeshje që sigurisht që duhesh rezultati, tani këto ndeshjet e fundit sigurisht që nuk ka më bukuri, po është rezultati ai primari. Patjetër që mund të ishte edhe rezultati më i thellë, por që edhe mund të shkohesh me një rast ku një gabimin ton, do të thonë që mund të ndeshkote kundërshtari. Ajo e përgjithshme është ose konkluzioni është duhet futemi më shumë agresivitet në lojë. Është shumë me rëndësi agresiviteti, është shumë me rëndësi qarkullimi i topit, edhe është shumë me rëndësi që në këtë lloj momente tani është shumë me rëndësi që të shfrytëzojmë rastet. Domethënë nuk duhet të humbim raste para portës, sepse sa vjen dhe bëhet e vështirë pastaj sepse ka luajmë me 2 kundërshtar që ose tani e fundit që luajmë me kundërshtar që ka arrit objektivin, edhe Erzeni për shembull që ishte me objektiv për fat keq rënje nga kategoria. Kështu që duhet të jemi më cinik para portës, duhet ta zgjidhim më para, sepse sa vjen pastaj rëndohesh psikologjikisht. Ju e patë edhe vetë momentin që rezultati shkoi 2-0 mund të çnoshim edhe gola të tjera, kështu që mund të thellohesh te por që duhet të jemi me këmbë tok, edhe me kokën, domethënë duhet të jemi me këmbë tok, me zemër zjarr dhe me kokën akull. Trajneri Pollozhani thotë se në fund të kësaj jave, ditën e diel, skuadrën e pret një ndeshje shumë e vështirë dhe një finale vërtet me Vorën, aty ku do të vendoset edhe fati i ngjitjes në Super League. Patjetër që na pret një finale që sigurisht që ne do shkojmë ta fitojmë ndeshjen, sepse asnjë rezultat tjetër nuk na nevojitet. Unë mendoj që të gjithë çunat e kanë parasysh rëndësinë e ndeshjes, luajmë për një qytet, luajmë për një fanellë, luajmë për një president, luajmë për veten e tyre, kështu që unë besoj që nëse japin maksimumin nuk do kemi asnjë farë. Pollozhani ka edhe një mesazh për tifozët, duke i ftuar që ta mbështesin Flamurtarin gjatë kësaj jave vendimtare. Mesazhi është i tillë që gjatë gjithë kësaj jave të na mbështesin dhe të besojnë ke këto çuna, sepse këto janë ato që kanë sjellë deri këtu. Domethënë edhe unë besoj që këto do e finalizojnë me një Super League që e gjithë qyteti e pret tash sa vjet. Ndeshja e radhës do të jetë vendimtare për Flamurtarin, Kuqezind e kanë si finale për Superligën ndeshjen me Vorën, që tashmë nuk ka asnjë pretendim pasi e ka kapur objektivin dhe ka shkruar historinë. Por Flamurtari është ende një pikë larg Besës së vendit të tretë, që fitoi me Vorën 1-0, ndërsa Erzeni tashmë ka rënë zyrtarisht nga kategoria dhe po luan vetëm për të respektuar garën.